Bashkia Dropull, pas rreshjeve të dendura të shiut të muajit që lan pas, ka evidentuar në terren të gjitha problematikat e shkaktuara, ku më së shumti kanë qenë infrastrukturë dhe disa banesa. Grupet e punës kanë inspektuar zonat më të prekura duke dokumentuar dëmet dhe hartuar projektet përkatëse për ndërhyrje. Sipas autoriteteve vendore, projektet janë përgatitur dhe tashmë pritet miratimi i tyre. Komisioni i Emergjencës Civile të Bashkisë, në drejtimin e kryetarit, ka ngritur grupin e punës dhe ka konstatuar fshat me fshat evidencë e problemet që të shkaktuara. Edhe ka bërë konstatimin gjithashtu edhe masat që duhet të mirëshin për evidentimin dhe rekonstruksionin e këtyre dëmeve. Konkretisht kemi urën e Glinës e cila u shkatrua në njësinë administrative të Dropullit e sipër, duke filluar që nga fshati Longo, fshati Koshovicë, janë shkaktuar dëmet tek urat që bëhet kalimin në këto fshatra. Ndërkohë, problematika janë evidentuar edhe në tokat bujqësore të mbjella kryesisht me pemtari të cilat janë përmbytur për shkak të prurjeve të larta të lumit Drino që përshkon këtë zonë. Në tokat bujqësore ka patur nga lumi që ka dalë nga shtrati i tij, një pjesë e tokave bujqësore janë përmbytur, por me kalimin e kohës ujrat kanë ikur dhe nuk kemi dëmtime të asaj që do të thoshte të pariparueshme. Autoritetet vendore theksojnë se ndërhyrjet do të realizohen menjëherë pas miratimit të projekteve, me qëllim rikthimin e normalitetit për banorët dhe mbështetjen e fermerëve të prekur.